Gëzim Gruaja ishte një nga figurat më të ndritura të humorit shqiptar, një emër që mbetet I lidhur pasgjillshmërisht me qytetin e Shkodrës ose kryeqytetin historik të humorit. I lindur në vitin 1939, ai erdhi në jetë në një familje me tradita të forta në fushën e humorit, ku gjyshi dhe babai kishin bërë emër si personazhe të ftuar në dasma dhe gëzime familjare për të sjellë atmosferë dhe hare. Trashëgimia familjare u bë themeli mbi të cilin Gëzim Gruaja ndërtoi një karrierë të jashtëzakonshme që zgjati mbi 55 vjet. Si aktor, autor, skenarist dhe regjisor I humorit, ai realizoi 10 premiera recitale në Shkodër dhe Tiranë, përfshirë 3 në Pallatin e Kongreseve, mbi 1000 role në skenë, figura të shumta komike e satirike, mimike e plastike e përkryer, dhe një talent I lindur për të transformuar në çdo karakter. Këto janë vetëm disa nga arsyet pse publiku e adhuroi dhe ndoqi gjithnjë e më për kushtim. Ai u shua dhe si kloun cirku, kupletist, pantomimist dhe mjeshtër I improvizimit. Partneritetet e tij skenike me emra të mëdhenj të artit si Tano Banushi, Zyliha Miloti, Paulin Preka, Katrina Biga, Zevdeta dhe shumë të tjerë, sotën shfaqje të paharrueshme në skenat shqiptare dhe ndërkombëtare. Gruaja kontribui fuqishëm edhe në edukimin artistik të brezave të rinj, duke u bërë mentor për talente të reja si Muhamet Çekini, Bujar Çamili, Bujar Ademovi e të tjerë. Si autor, Gëzim Gruaja shkroi 15 komedi që u vendosën në skenë me grupe të ndryshme artistike, ndërto Të kam në zemër, Pse smartohe Zylfo, Puplat e fundit, Më fejoj baba, Paç pension, E hyn fjalë ka dole, të gjitha të mirëpritura nga publiku. Ai gjithashtu la një trashëgimi të pasur me mbi 250 skeqe, kuplete, monolog satirik dhe skenare filmash humoristik. Vepra e tij letrare Qeshe Ngjesh, Ju afroj buzëqeshje dhe Keni nevojë me qesh, përmbledhin në mënyrë brillante thelbin e humorit që ai përfaqësonte, të zgjuar, të mpret dhe gjithmonë me një mesazh të thellë shoqëror. Për kontributin e tij të jashtëzakonshëm, Gëzim Gruaja u nderua me tituj të shumtë. Artist I merituar në vitin 1977, Krenaria e qytetit në vitin 1999, Naimfrashër I artë në vitin 2004 dhe mjeshtër I madh në vitin 2010. Humoristët si Gëzim Gruaja nuk ishin thjesht artist, por përfaqësues të vlerave identitare të qytetit të Shkodrës. Ata përmes humorit të tyre, fin, shpesh edhe kritike denoncues, pasqyruan situatat historiko-politike të kohës, duke mbajtur të gjallë shpirtin qytetar e intelektual të një qyteti që gjithmonë ka qenë parëroj në art e kulturë. Gëzim Gruaja ndroi jetë më 5 prill 2020 në moshën 80 vjeçare, duke lënë pas një trashëgimi të jashtëzakonshme artistike që vazhdon të frymëzojë brezat e rinj dhe të nderohet nga publiku shkodran dhe mëgjer. Ai mbetet një emër që nuk harrohet, jo vetëm për humorin që solli, por për dashurinë që dha ndaj qytetit të tij, për përkushtimin ndaj artit dhe për buzëqeshjet që vazhdojnë të jetojnë edhe sot në kujtesën e publikut.